Fenomeni Shkodran Luiz Eli sapo ka ndarë në rrjetet sociale një video ku tregon se ku ndodhet për drejt dhe kush po e shoqëron në këtë ditë të parë të kësaj jave. Në videon që ai ka publikuar shfaqet një nga personat më të rëndësishëm në jetën e bashkëshortes së tij. Bëhet fjalë për gjyshen e moderatores bukuroshe Kiara Tito, e cila duket se po kalon një drekë të mirë me dhëndrin e saj. Gjyshe Leta duket se po e shijon plotësisht shoqërinë e Shkodranit të zemrës, i cili ka publikuar këtë moment në profilin e tij. Nëna e Kiarës shfaqet bashkë me Luizin duke konsumuar ushqim së bashku dhe kënduar një këngë popullore të shtruar jugu. Ky ishte edhe momenti më i bukur që ka marrë gjithashtu vëmendjen e të gjithë njerëzve. Gjyshe Leta ja ka marrë këngës me dhëndrin e familjes Tito që siç duket po kënaqet pafund me të. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë por sa kanë parë këtë video dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe të bukura e pozitive kundrejt tyre duke u shprehur se i kanë kënaqur pafund me këtë improvizim që ata kanë bërë ditën e sotme. Gjyshja e Kiarës, megjithse nuk flet shumë në video, duket shumë e lumtur dhe e emocionuar. Ambienti është i qetë dhe videoja përcjell një atmosferë shumë të veçantë. Videoja u prit shumë mirë nga fansat, të cilët e vlerësuan për thjeshtësinë dhe emocionin që përcolli. Shumë komentuan se ky ishte një nga momentet më të bukura që Luiz ka ndarë me publikun, duke e quajtur zemër të bardhë dhe artist me shpirt. Me siguri gjyshja e moderatores së ëmbël ndihet shumë me fat dhe jashtëzakonisht e vlerësuar për faktin se Luizi i jep një vëmendje të tillë. Kjo video që ai ka publikuar ka marrë vëmendjen e të gjithëve dhe po komentohet pafund. Kushdo që e ka parë nuk ka mundur të mos e pëlqej apo komentoj. Gjyshe Leta dhe fenomeni Shkodran Luiz Eli janë qendra e vëmendjes për ditën e sotme. Me siguri ata do ndajnë me njerëz të tjera momente po kaq të bukura dhe të veçanta sikurse kjo që sapo ka publikuar Shkodrani i zemrës. Na mbetet vetëm të presim dhe të shohim se çfarë do të publikojnë tjetër familja e bukur Eli dhe Tito.